Në ambientet e shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa u zhvillua një aktivitet edukativ libri miku im me nxënësit e klasës së tretë. Ky aktivitet u kthye në një udhëtim të bukur me sfaqjeve të librave. Nxënësit ndanë thënie dhe shprehje të ndjera për librin, të cilin e cilësuan si mikun më të sinqertë të fëmirisë. Çdo fjalë e tyre mbante në vetvete pastërtinë e mendimit dhe magjinë e botës së padjallëzuar, ku libri nuk është thjesht një objekt, por një dritare drejt një bote të re. Më pas secili nxënës prezantoi librin e tij të preferuar, duke treguar me entuziazëm personazhet dhe aventurat që u kanë lënë më tepër mbresa. Libri im i preferuar është Hot Dog Dyshi. Shkrimtari i këtij librit është Han Do. Kjo pjesë ka 5 personazhe. Ato janë Hot Dogu, Lizi dhe Kevi. Libri që mua më pëlqen më shumë titullohet Kopshti i Sekret. Dhe ky flet për një vajzë që quhet Lenski, që shkon në një timore për të marrë një fëmijë. Dhe ajo rrugës takohet me Merin dhe atë e merr dhe e rrit si bien e saj. Kur Meri rritet, ajo zbulon një kopsht sekret. Libri që mua më pëlqen është Dita kur më gjepsa nga një porrallë. Ky libër flet për një vajzë të quajtur Lana. Ajo zgjohet herët dhe mendon vetëm për librin magjik të Grëmos Trëndafilit. Libri im i preferuar është Ylli i Kaltër. Këtë libër e ka shkruar Mario Loti. Dhe flet për një djalë kur ishte i vogël, ai donte të shkonte në hënë. Programi u bë edhe më i bukur kur nxënësit interpretuan në gjuhën angleze fragmente të shkurtra dhe thënie kushtuar leximit. Fjalët e tyre dhe pse të thjeshta u dëgjuan si një urë e vogël që lidh botën e fëmirisë me gjuhët dhe kulturat e tjera. E gjithë kjo u shoqërua me një këngë kushtuar librit. Në fund të aktivitetit, mësuesja Ekela Golli Sharka përgëzoi me dashamirësi nxënësit për përkushtimin, kreativitetin dhe pjesëmarrjen e tyre, duke i vlerësuar me certifikata simbolike. Sot mbyllëm projektin Libri miku im. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve për punën e palodhshme që bët. Gjithashtu dua të falenderoj dhe drejtorinë e shkollës që na ka mbështetur gjithë vitin shkollor, gjithashtu dhe prindrit që i kemi mbështetës në çdo aktivitet të klasës sonë. Ndërsa fëmijët plot mirënjohje i dhuruan mësueses Buqeta me lule, duke e kthyer këtë ditë në një kujtim të bukur e të paharruar, një ditë ku libri nuk ishte vetëm një mësim, por një mik i vërtet që lidh zemrat e vogla me botën e madhe të dijes. Ne si klasë kemi vendosur të dhurojmë disa libra dhe gazetën e klasës sonë, sepse besojmë se dia vlerësohet më shumë kur ndihmojmë të tjerët. Në çdo faqe libri dhe në çdo rrjetë të gazetës sonë ka përkushtim, punë, ëndra dhe mendime të pastra fëmijësh. Ky është një gjest i vogël për ne, por me një domethënie të madhe.